Viti 2024 do të sjellë surpriza, juristja e njohur bën paralajmërimin e fortë Berisha koka e Meduzës. Juristja Enida Bozheku ka deklaruar se viti 2024 do të jetë plot me surpriza sa i përket zhvillimeve të drejtësisë në vend. Ajo theksoi se reforma në drejtësi sapo ka dhënë frytet e para, teksa në tryezën e SPAK janë ende mjaft dosje të nxehta. Gjatë një interviste televizive, Bozheku tha: "Mendoj që rrugëtimi i drejtësisë sapo ka filluar 2023 unë e shoh si një prelud të diçkaje që do të përshkallëzohet më shumë, por në radhë. Çka do të thotë? Në këtë maksi reformën e drejtësisë ku të gjithë të majtë, të djathtë, të mesit të qendrës e ngritën kartonin, haruan vetëm një detaj, që në fund ajo shpata e Demokleut të drejtësisë do t'i binte atyre në kokë dhe kujt. Me radhë do të fillonte nga opozita e më vonë, do të ketë edhe një rotacion dhe do të ketë edhe pozitën. Megjithatë, po ta vini re duket si diçka e kundërt, sepse po ta vini re, sidomos 2023 është shënuar nga një aktivitet hetimor i rëndësishëm i SPAK që lidhet me antar të opozitës, një peshk i madh që mund ta quajmë, siç thot Arvizu, ishte Arben Ahmetaj, tha ajo në një studio televizive. Gjithashtu, juristja komentoi dhe zhvillimet e deritanishme të SPAK, duke cilësuar Berishën si kokën e Meduzës, duke parë se si po ecën SPAK gjatë 2023-shit ka vepruar si dosje hetimore që kanë ardhur nga opozita, nga shoqëria civile dhe aktorë të tjerë, dhe kjo pjesë nuk duhet mohuar, sepse ka vepruar mbi bazën e këtyre dosjeve, mbi denoncime të ndryshme që kanë ardhur dhe si pasojë e kësaj po heton. Pse 3 vjet, tha zoti Spaho për Berishën, sepse SPAK me atë ligjet kur ngritën dorën 140 deputetët pikërisht tek ai kodi i procedurës penale, ishte shkruar një pjesë ku thuhej se SPAK ka aftësi hetimore deri në 3 vite me delegim të hetimeve çdo një vit, pak a shumë, tha ajo, duke nënvizuar se nuk ka shkelje proceduriale. Çfarë presim për 2024-ën? 2024 do të jetë plot surpriza, shtoi ajo.